Rikthehemi në studio me Eda Bano dhe Helidon Haliti. Flasim sot për pasionin e madh për koleksionet dhe në qendër kemi vendosur koleksionin e syzeve. Nuk e di se si është të kesh një bashkëshort apo një bashkëshorte që ka një pasion kaq të madh për të koleksionuar një aksesor. Duhet pyesim ata, mendoj unë. Po si keni pyetur ndonjëherë? Bashkëshorti im ndihet shumë mirë, shumë komod, asnjëherë nuk është ankuar. Dhe për aq kohë sa unë nuk e bezdis, sigurisht që hapësirat e besoj si kudo, apo jo, në shtëpinë tënde s'ndodh e njëjta gjë. Them sa mi që rasti. Të dëgjojmë eksperiencën tënde. Ajo thot më mirë syze se sa modele. Po edhe veshje, jo këpucë, ti deshe një dhomë për këpucë. Më falë, atë dhomë kush e mban me këpucë, burja apo gruaja në shtëpinë tënde, se nuk e kuptoj unë këto tash, gjithë ato këpucë. I imi nuk ankohet. Mjaftohet me atë vëndin e vetë, modest, me 2 palë syze që nuk i vë asnjëherë, dhe them, po pse nuk i vure më? Se i ka qef kështu edhe, por që jo po kështu, jo po ashtu, pastaj kur bën ndonjë foto, jo po ti kisha. Ore, nuk duhen syzet për foto, duhen për diell, kanë një funksion ato, sa harum ta themi. Funksioni kryesor i këtyre është që neve të mbrojmë syt nga dielli që mos të rudhosemi ande këtej, dhe njëkohësisht ka dhe pamje estetike, na knaq syrin ton, edhe syrin atyre që shojmë. Kështu që bashkëshorti im nuk ankohet. Nuk ka ankesa. Ai jeton i lumtur, kështu shpresoj. Si mban të organizuara në shtëpinë tënde të gjitha këto koleksione, se ne sot flasim për koleksionin e syzeve, po ti ke koleksionin e rrathëve, të kapeleve, të çantave, të këpucëve, të aksesorëve. Me vetëm ato. Nuk i them atij për shembull mi rregullomi pastrose kështu. Maksimumi kur bie ndonjë gur ose kështu, ai më ndihmon shumë, ose kur duhet të lidh ndonjë vars ose diçka të tjetër, më ndihmon që të më përkrah, domethënë. Por mendoj që vërtet që këta duhet të jenë shumë të lumtur, se kur ti ke një bashkëshort ose bashkëshorte që ka pasione dhe është e dhënë shumë dhe është e lumtur, edhe ata lumturohen. Sidomos në rastin e bashkëshortit, se thuhet që pas një buri që buri të jetë i lumtur dhe i gëzuar, duhet të jetë gruaja e tillë. Se po nuk ishte gruaja e lumtur. Qëllimi im është ta bëj koleksioniste edhe atë. Ja ke arritur? Partije kështë ditëlindjen dhe shkova i bleva një 3 palë. Qëllime nuk i vëj unë vetes. Shua të edhe që donë dhe i kështë qef, domethënë. Edhe i thosh edhe këto dhe këto. Ore ti më thau, po i blem për veda, por për mua. I thashën duar t'i shoh, se më vjen dhe rëndë, se ai djali madh dhe mi vesh në një palë këpucë. Sidomos ato që mbajnë shtëpi që janë më, domethënë, serioze, paktën. Dhe ndërsa i vogli jo është brand komplet tjetër. Fëmijët pastaj, unë jam një tip që i lë të lirë njerëzit të zhvillohen sipas dëshirës së tyre. Unë nuk kam gul. Vajza mund të marr syze nga koleksioni yt për shembull? Unë kam gul sa herë kur shkoj shtetit, për shembull, blej për vete, blej dhe për të. Nuk i pranojnë ata? Nuk para e pranon në guston time. Dhe krejt si jati vet nuk i vëj. Them po vërimi se është diell andej këtej për këtë pjesën gjithmonë që kam gul. Por që është e bukur pjesa që unë nuk kam gul që të ndryshoj. Pra të bësh edhe antarët e tjerë të familjes, koleksionistë, së pari shumërime për bashkëshorten, ta ketë jetën e gjatë, me shëndet edhe të bekuar, edhe 100. Do të shohim edhe njëherë bashkë në ekran video në koleksionit të këpucëve. Është një pjesës e koleksionit të këpucës. Kjo është shumë pa drejtësi, Po mi më unë po bëja gallati, tregoja, i kisha hapur sot në mëngjes, dhe ajo e ka postuar dhe një, e kupton? I kisha bërë tag, rejas. Ku i vendos? Janë të futura në bërafte, më së shikosh. Edhe i kënë dzirë nga raftet, edhe dikush tani që do mund të shiknim ne. I vura pra punë. Shkaj edhe unë sepse u lodhe, pas të që në mëgjes në shpi. Në studië, së janë të shpis të. Po, dhe këtë doja të thosha, Bruna, që janë të shpërndara, për shumë në makinë që janë marrin, në zyrë, pra janë të shpërndara gjithmonë. Dhe unë, ku shkoj ndonjëherë për shumë tek në shtëpinë e detit, the mund surprizohem se gjej një pastyze shumë bukur atje. Që ke lënë aty, po. Aty për t'i pasur kur të them. Gëzohem shumë, i kam si dhuratë. Sa këpucë mund t'jenë këtu, Helidon? Unë me llogaritë e mia më duket se do të kem mbi 200 sa palë për hir të vërtetës, nësa këto janë një pjesë e një koleksioni dhe i brandit caktuar. Që unë isha tani në Rom, edhe mora një palë, ai dyqani ishte klub në fakt,
Dhe i tregova se qa kam të ati pas kem shumë se ne, nga i brandi. Shiko, më pëlqenjë, nuk është, nësa që dhja me madhe është që do njëherë kërkon dhe gjëra që mundohen t'jenë replika. Po ato janë shumë të mira dhe në fakt i them ti me shoqë, i thash që ironie madhe. Tani këto i thash x lek, shumë lek. Nësa këto i them 1/10 çmimit, hajde gjej. Ajo është nuk negocion në këtë pjesë. Thot lutem për këpucët ti duhet i marrë se i ke qef. Duhet i marrë si me thënë ato që ke qef ti të mira. Po thaj da në fillim që është të zakonshme të shohim një dollap të një gruaje që ka koleksion këpucësh, e kemi biseduar, po rrallë kemi parë një koleksion kaq të pastër këpucësh, burra. Imagjino të kemi një burr në shtëpi, do me thënë që të bëjmë konkurrencë kush e ka dollapin e këpucëve më të madh. Si do ta bënim, duhet një shtëpi tjetër. Nuk është ky shqetësim, shqetësimi është që nuk i vesh dot. Do njëherë. Më the se një pjesë të tyre e ke veshur. Shiko kush është shqetësimi, që nuk i vesh dot të tora. Se të shkolla joni kanë dhe më të bukura. Se në fund ditës 2 këmbë ka njeriu, një palë kush do veshësh. Ja do themi sekret. Të shkolla jonë, për shembull, Ladmir Tezaj, zysh na ja da vishin një kryevepër. Edhe po momenti që unë vija, si me them, sot Gens Përmeti, je vesh Erdian Isufi, je vesh Erdian Kapos, edhe ai vishet kryevepër. Mi gjeti Belaja, dhe qa gjeta përse gjeta këto këpucët që ishin ndryshe nga tjerët. Se më thënë gjeta dhe syzet, që cilja... Pra këpucët dhe syzet... E thash, duke ditu që unë kam shumë pasion, duke ditu që unë kam shumë pasion, thash, pra unë po nisa një gjë, nga një do t'i bëj 300 pa tjetër, nuk ngope, kështu që mendoj se ndihem mirë me ato këpucët. Pra identifikove stilin tënd për me syzeve edhe këpucëve. Në një farë mënyrë. Dhe janë këpucë atipike, këpucë me ngjyra, këpucë që të rreshin vëmendjen. Po se cili aty pastaj fillon ndanë shijen, sigurisht që unë nuk krahasohem me ata, do më janë shkollë, me plot kuptimin e fjalës, sepse japin atë lëndë. Dhe unë nuk mund të jemi koncentruar atje, pa dyshim, sepse se cili shkon dhe në qik me mediumin e vetë. Atë Kapo e ka medium, Zyshna Jada e ka medium, Gens Përmeti gjithashtu, Profesor Ladmir Tezaj gjithashtu. Që dërgojmë një përshëndetje. Po pa tjetër, sepse ata janë shkolle madhe në Shqipëri, ku mësojnë gjithë studentët si të vishen. Po keni parasysh një gjë që dhe studentët, çdo gjë që t'i bën është akt. Pra mënyrë si qa qande vesh, qa syze shke. Pra një model lëvizës. Nuk mund të shkosh, mund të thuash çfarë të duash. Për shembull, Wilson Kilica mbajmë vinte me kostum. I rëndë, se ka ndryshuar mësim dhënia. Edhe etika e mësuesit ka ndryshuar dhe forma mësuesit. Dhe ne jemi më shumë casual, jemi më shumë si student, sepse ka ndryshuar në çdo pikë pamje. Dhe interesi tyre ka rënë pak dhe ne duhet i tërheqim me gjitha këto. Po, duhet të tërheqësh me pamjen tënde, është e vërtet, sepse duhet të jesh sa më atraktiv për studentin, ndryshe s'të shikon ai s'të ndjek. Dhe aty kupton dhe ateliet. Te atelia fashionit, për shumë vajzat vishen një kryevep. Te ateleja monumentalit pak më ndryshe, te kavaletit pak më ndryshe, grafika vishet... Pra e bën diferencën pa pyetur. Pra lideri fillon edhe bën një son trajten. Si mund të regjistrohem lutem? Kur të duash, hajde për master. Ose doktoratur. Është ndër të paktat shkolla që nuk kanë ndjekur deri më tani Eda. Se tani e mbarova masterin këtë vit, kështu që më duhet të filloj një shkollë tjetër. Ate për kostomografi. Shumë bukur, edhe Eja në emision të na tregosh eksperiencën tënde. Çfarë të pëlqen te koleksioni syzeve të Helidonit, Eda? Jo, absolutisht më pëlqen të gjitha. Absolutisht, madje tani po i thoja... Cila do të provoje? Ja, jo ka një palë të bardha për shembull. Unë do provoja këto, sepse më pëlqyen shumë, nuk e di a më shkojnë apo. Po i kam veshur për... Të shkojnë shumë? Sa bukur? Shumë mirë. Shumë interesant. Po do t'i falë ta the me gjithë shpirt, nëse mendon se të shkojmë. Kisha një palë të bardha këtu, si ato të bardha të tua. Ja ku janë një palë të bardha? Jo, bardha me kështu. Bardha të bardha. Ua, sa të bukura. Shumë super. Edhe unë i shoh këto, po nuk guxoj t'i blej. Di pse, sepse unë dua të blej diçka, pra jam njëri praktik. Shumë interesant. Që t'i vë, që t'i... Mirë, për piktorët, pra, kur nuk je piktor, nuk do të imagjinoja... Nuk je piktor, me këto syze asnjëherë, Eda. Po, por që më pëlqen se i shoh kudo jashtë shtetit. Absolutisht. Fantastike fare. Ato janë më shumë për... format e trumbullakta, me të drejtën, dhe këtu pas ka shumë format trumbullakta. Po, sepse unë trumbullakta kërkoj. Shumë interesant. Dhe kam një palë trumbullakta diku që mu thyen dhe i ngjita, i saldova. Ama unë prisja një gjë nga ty, që të kishe
një formë syze si këto. Unë kam pasur faktikisht po në Ibiza, se ca shkojnë për të marrë, unë shkoj për të humbur, në Ibiza më humbën. Shumë mirë që ma the. Një rumbullak, një katror. E kam këtë, do më ne kam porositur, dhe sa do të thosha që këtë ja kam vjedhur Agim Sulës. Se Agim Sula, kur bëmë emisionin, kishte një rumbullak, një katror. Dhe unë e kam porositur para një javë. Do të provosh njëherë? Po provoj njëherë të shkojnë? Mos më shkojnë për vetë. O Gimo, po më pe, nuk jam të njët. Je shumë ti dhuroj. Lëre ti dhuroj këto. Më merës, Shqipo, më se dhuratën e derisa të vinë syzet që ke porositur, mund të mbash të Edës. Unë të dhuroj këto. Shumë të bukura. Jem rekullë. Së vetëm për kështu për televizor i mora. Jo, i mërë. Mamë, një mua t'i Po Bruno, kjo është një moment fantastik. Dhe kësa ju shikoja të dyve që këmbenit syzet e njëri tjetrit, po kjo është fantastike. Helidon. Po kjo është shumë bukura, të këzosh. Dëgjo, ato e unë i kam kry punën, sepse i kam veshur të muza para një muaj, kur u bë, dhe kam kry. Janë bërë edhe shumë foto artistike me to, kështu që nuk do t'i përdor të gjithë se si. Po shto se ke ende syze në çantën tënde, se Eda i ka ekspozuar të gjitha, vetëm kutit janë brënda. Këto të shkretat si të janë trego për format atipike, dhe pse ka ende syze të cilat të nuk e hequr etiketën Helidon. Ua, shikon nuk i ka heq akoma etiketën. Po kam shumë, tash i po të them 2.5, urdhërot, doli dhe numri. Cilat janë syzet me historinë më të veçantë? Kisha pra një palë, nuk e di kam... Ato që i ke ngjitur? Që i ngjita. Mos janë në çantë? Jo, aty të tjetë, besoj. Po mirë, sa të gjesh të durat, Eda më tregoti syzet me historinë më të veçantë. Syze që janë shumë të veçanta, që janë këto. Këto i kam blerë në Australi. Hyra në një dyqan, nuk po e them emrin, edhe veshje fantastike i adhurova, sepse neve nuk kënaqim vetëm trupin dhe po kënaqim edhe syrin. Pra, unë kënaqem si në një ekspozit pikture, si që adhuroj një pikturë, adhuroj dhe veshjet. Dhe aty, nga dashuria shumë e madhe që fitova, për atë dyqan, të vetë me gjëra që mund blija ishin syzet të cilat kishin një kosta relativisht goxha të ullët në krahasim me veshjet. Të përballueshme, po. Të përballueshme. Dhe më pëlqyen edhe nga format, më pëlqeu gjithçka, ngjyra, nuk e di, unë nuk jam shumë te bezha, por dhe gjithmonë kur vë këto syze më kujtohet ai momenti shumë si të thuash egzaltues që kalova në atë dyqan aq të këndshëm dhe që pastaj si përfundimi asaj mora këtë. Çdo palë syze ka një jo vetëm syze, po gjëra. Këto i ka marrë në Greqi, pra i bie do t'i kem 20 e ca vjet. Dhe i veshja goxha shumë, kur pashin në Universitetin e Arteve kishin sukses, dhe një moment mu po të shosh bishtish tjetër, mu thye. As vetë nuk e di ç'a ndodhi. Shkoni me shoqe më thot i gjeta, më tha mu i ka shkoj i rregulloj këtu. Në një vend aty te Komuna e Parisit. Dhe kanë një histori, tani nuk i vesh më, sepse ka alternativa, po trumbullaktat ne i pëlqejmë shumë, sigurisht artistët. Po pse? Po i shkojnë më shumë, janë më, do më thënë, po ta marrësh, po themi David Hockney, që u largua nga jeta para 2 javësh, ai i kishte shumë interesante të verdha, dhe mbajt mend me ato. Sigurisht, do më thënë me këto. Kryon ato imazhin. Ka imazhin e ti. Tani, është një qik problem për hirtë vërtetës, sepse John Lennon i kishte trumbullakt. Dhe Agron Bregu, që është në Greqi, ai, do më thënë, i saldon. Mund të ketë 20 vjetë syzet. Ato, si me thënë. Po si, sepse nuk kishte në atë ko trumbullakt në kohën e veri. Dhe tani ai mundet gjej, për shumë në Greqi, gjen atin sa ti jeton. Por do të njëjtën formë identike. Ato mban. Edhe unë në fakt kam një palë handmade që i mbajt e koka, sepse janë hekur, nuk janë kaq praktike, po këto janë fantastike, kanë gjetë janë shumë praktike, se duke fjetë në gjumë, fillon edhe pute, thyen. Ato që kishe pa bisht, i ke? Ato pa bisht, po, do t'i kem gjep ato. Ato janë interesante, sepse... Janë vërtet shumë interesante. Ato janë mos kur shkon në ndonjë kam shumë palë nga këto, po nga këto kishte edhe një kolekt tjetër. O, sa bukur, Mikel Temo. Edhe ai që bëndej kishte ngjitur këtu, që mos t'i harroj. Po, se në duan, se ka magnet ato. Jo, këtu themi gjitë në këtë... Kutia. Gjitë kutina dhe i ka vendosur kutin. Sa këto ka magnet nuk bjen nga kutia, po... Edhe shisa praktike. Dhe janë shumë praktike. Më kupton dhe në një moment po i harrove, se ne i harrojnë shumë. Ka shumë praktike dhe janë shumë praktike. Shikoj këto syzet. Këto hapen kështu, pra edhe janë të leta pupël. Nuk të lodhin. Ti mund t'i mbash tër ditën,
Janë syze shumë unë i preferoj. Ato e zgjedh për udhëtime kanë për shtypjen. Patjetër, për udhëtime gjithmonë marr 2 ose 3 se kam hallë se mos Ja, shumë vetëm që kemi një lloj. Me këpucët, kur ikëm me makinë, sidomos jam rehat. Dhe tash ti po të vesh në makinë, se këto si kam shumë të rehatshme, ndroj të tjerë. Duhen të rehatshme. Po është e rëndësishme që të jetë cilësia e xhamit e mirë dhe dizajni pastaj të jetë i veçantë, origjinal. Të jenë të rehatshme, po si ishin të rehatshme nuk bëjnë më. Kur të lodhin, të vrasin, qoftë këpucët, qoftë syze dhe gjithçka tjetër nuk bën më. Dhe tani kemi kaluar në nivel tjetër të gravatave? Në fakt, kur s'kam vesh gravat në jetën time. Por më hypi një moment thash, çfarë do gjej në një gjë tjetër të veçantë? Çorapet edhe gravatat. Dhe mund të kem marrë një 50 palë, 50 gravata. I ka vënë kela atje, po i kam shumë që harrova të filmoja. Po shumë të çuditshme. Dhe kur hapa galerinë 2 botët para 2 javësh, kisha vënë një, shumë interesante. Ma mori një shok, sa më mërzit. Tani koleksioni ka 29. Ma hoqi nga qafa më, ka filmime, hiqe më tha mua, po unë jam kështu, si kjo dhe kam qef, se kjo është qefi si pullat me pullat e postë. Që i këmben. Mere, a i me godën e verës dhe fillot e fustën verë. Po pse mërë burri, thash? U mërzita shumë. Dhe shkoj të nesër, me në i thash, shiko, ma prishë që qefin me, se pëty farë. Se nuk e trajtoj mirë? Po patjetër. Nuk është puna tani, shiko, kur heq diçka një gjë nga trupi, tjetri që ta jep të respektojnë jeshtë zakonisht. Dhe i duhet ta respektoj. Dhe i vetëm duhet ta respektoj, më nuk ka problem që, sepse unë e kam veshur për një outfit, për një look, dua që të mbaj mend në 2-3 foto me atë gjën. Se tash i foto është bërë jeta, dhe ne tani të rishë mori nga ekspozita në ekspozit. Dhe ajo ka ca kujtime. Më kupton, dhe unë që hoqe e du fort të djalin. Dhe kur filloj të fuste në verë, i thash qa keo burë. Si duke kishte pirë shumë verë. Falja. Vera e kishte pirat. Kishte pirë shumë verë, se nuk ka mundësi. Ja, fala më sot në gjesë të akova. Unë që ditën për shumë gravata, me siguri duhet një veshje më serioze, pra duhet këmish. Dhe nuk e shoh shumë, vetëm po u vu gravata në kështu. Me këto lloj veshjesh, apo jo? Qa gravate, po të shohë gravate mia janë... Janë atipike, nuk janë ato gravatat... Ja më shkon, gravat me gjokonde. Me vepra arti. Gravat me vepra arti. Shumë çuditshme i kam, dhe gravatat. Në fakt, po duhet nuk gjej në një foto. Po përpiqem të shoh se cilat janë syzet që i ke veshur më shumë, sepse mësova cilat janë të Helidonit, ato që ju deshte dhe të ndryshonte bishtin e syzeve, aq gjatë i kam mbajtur, Eda po ti. Është si puna këpucëve. Për shembull, këto unë nuk i heq. I kam, madje këto janë për mirë, sidomos është shumë i pastër xhami, e ke edhe për ambiente brenda, i është komod kur ti nuk do që ke qef në ndonjëherë trish me syze dhe brenda ose në ndonjë futesh në ndonjë qendër tregtare etj. Dhe ti nuk shikon gjithçka, domethënë në mënyrë komode. Këto i kam veshur shumë. Shumë qef për shembull kam këto, sepse format e rumbullakta të mëdha më pëlqejnë jashtëzakonisht shumë. Edhe më, sidomos të mëdhaja. Sa bukur të dy, mos i hiqje dame një moment. Po, unë i kam të mëdhaja. Po, dhe këtë mëdhaja, në sendë. Bëjmë një foto të dy bashkë. Gjithashtu, kam një parasysh që i kam blerë në Argjentinë, ishte një djalë që i punonte, dhe doja që ta përkrahasi biznesi i ri që ishte, quhej Ernesto. Them që s'ka ndonjë vlerë sepse ishte një djalë. Jo, në Argjentinë nuk do ta marrim rrugën për të blerë syzet e Ernestos. Po, tamam. Jo, e dandiu e lirshme të lutem. Më pëlqyen dhe të Ernestos, ja ka të shkruar emrin këtu. Dhe mi po nuk janë aq të mëdhaja, dhe nuk i kam veshur shumë, domethënë që t'i vëj shumë. Më pëlqejnë shumë këto, por që nuk janë shumë praktike, sepse janë të rënda? Kanë perë si syze. Po që kur i bleva me shumë dashuri. E ke parasysh kur ti jepe shumë, është ajo dashuria me shikim të parë. Mi po që nga ndonjëherë dashuria me shikim të parë nuk ecan. Edhe mua nuk meci shumë kjo lloj dashurie. Po je 100% ti. Po më pëlqejnë shumë to. Aq e ke kryer punën. Po e kreva, me këtë e kreva. Ashtu e bëj dhe unë, me thënë drejtë. Po pëlqejnë edhe këto me ngjyra, pra ti kem të verdha, jeshile, të kuqe, ku diun se si. Helidoni pas ke edhe ti të verdhat. Po i ka. Jo, kam dhe kështu mu, edhe kështu fiksi kam, edhe me drue, me ashu, po i ke edhe ati në video. Me dru, tjetër gjë. Janë shumë të mira, edhe ato, edhe këto, janë gjithë. Meqi. Po, do ishte mirë, ja, opa, shumë bukur, wow, fantastike. Do në vrasin të një.
Kush? Po që të bëjnë njëzë filloj flasë? Po, ta shi jo në Ideja që ne pikturë shesim, tha po. Shumë bukur, më pëlqen ta shi. Po kam pasur të verda, edhe këto janë të verda. Edhe këto. Shiko, ato janë më të plota, e verdë me plota. Po, këto janë më të... Shiko, ku njeriu dashuron ngjyra, do me thënë, për njerëz jepet edhe nuk ka shumë. Bërë shumë mirë, me ngjyrën që dashuron, se është interesante. Shkojnë dhe pikturat e mia. Më ka ndodhur në 2012, një gjë shumë interesante të ekspozita që kisha në galerinë kombëtare, vini njerëzit veshur si pikturat. Dhe i kam të gjitha ato foto, po të në Facebook, po. Vajza që, do më thënë, mendonin të veshurën ashtu. Dhe më duket se atëherë kanë qenë dhe më të përparuar se sot. Para sa vitesh flita? 2012. Më i bie 14 vjet. 14 vite më parë. Do më thënë, seriozisht, po të shkosh, futesh te Facebooku im, të gjesh albumin e ekspozitës 2012-ës, o një bluze, o një gjë, do fiksin pikturat e mia. Ishte një mrekulli. Ato sot janë bërë nëna. E di pse ndodh, sepse atëherë edhe nuk kishte kaq shumë sa ka sot dhe ti mendohesh e gjerë dhe gjatë për të bërë një outfit. Dhe sa tani ke shumë mundësi zgjedhje dhe ka mundësi të bësh edhe gabime. Mundësia për gabime është më e madhe se sa ka pasion dikur. Sigurisht, është vërtet. Do është Afrika për të mos gabuar, njerëzit kanë shkuar drejt gjërave më të zakonshme. Nga Afrika për të mos gabuar dhe për të mos u ekspozuar në rrjetet sociale, për të mos u etiketuar në rrjetet sociale, ndoshta i ka frenuar pak njerëzit që të jenë aq të lirshëm sa ta shohin veten si një vepër arti. Bëra një eksperiment, isha në Prishtinë para një jave, te një vajzë shumë e talentuar, vizatuese brillante dhe shkollat tona nuk nxjerrin vizatus ka që mirë më, si me thënë. Nuk është piktore, është vizatuse? Ajo vizatuse brillant, grafiste, vizatuse. Nuk aplikon shumë pikturë, po më shumë vizatim. Të mëdhaja, dimension. Dhe unë ju përstata pak, do më në përstata outfitin me ekspozitën e saj, se ka pak terta, dark, si me thënë, dhe vesha një jelek me kafk edhe një kolare me kafk. Do dhe që erdi Albin Kurti atje, thash unë hiqeli, do të mos e bërë për pesashki. Dhe dy gjera bërë, thash nuk të ndalës fotografi me atë. Më kupton, sepse mos fillojnë ato... Me veshjen, që të mos keq interpretohi ose mos mërë... Dhe nuk ndjeva mirë. Pse? Dhe syzet, dhe ato isha rënd. Dhe qa bëra e mbërtheva jelekun, pra e largova kollar, nuk duke me asë një element tjetër, dhe duke të jeleku dhe duke shakit. Jeleku dhe syzet, korrigjova veten, sepse pashi ishte pak e tepërt ajo që i kësha bërë. Ndërkohë tjerat ishin super korrekt. Debat tjetër, se si outfitin a bënde ndonjë. Po, kjo na çon në një temë tjetër. Unë sot që bisedova me ju gjatë dhe nuk e kuptova se sa syze keni në koleksionin tuaj. Nuk numërohet. Kur e keni humbur numërimin? Vite më parë? Seriozisht nuk e di. Ndryshon numër, ndryshon. E di pse, se neve nuk kemi numër, unë të paktu, nuk kam numër që të numëroj dhe ushtu andë. Po ti s'ke humur asnjë, po unë kam humur, sa kam aq kam humur. Jo, ka humbur edhe Eda, ka humbur, ndër vite ka humbur ta, ka harruar në taksi, dikush i ka marrë një palë që i kanë pëlqyer kështu me radhë. Shpeshherë. Edhe vetëm se një gjë që kur unë më dhëmbin shumë, sepse i dua, i dashuroj gjërat që... Pra, edhe kjo për shumë. Por nuk është e njëjtë, por i bëni dhuratë. Por i bëni dhuratë, nuk është e njëjtë ndjesia. Sidomos ato që dua shumë, kur mi marrin, kam me. Po, se cila është... Tok që kanë yllë. Po, më pëlqejnë shumë edhe këto. Shumë të bukur. Sepse ishim të forma rumbullake, pra me një që të sjell pamjen e fytyrës një farsoj, kjo është kështu. Ndryshon, po kam fatin që më shkojnë edhe ty të shkojnë. Po unë mendoj që ta mbyllim programin me këto syze që keni zgjedhur. Unë e veçoj në fakt, po që e bukur është bukur, po mund të veçoj dhe atë që e vesh, sepse më pëlqen aksesori. Por ty të shkojnë, ti je shumë e kujdesme në atë që bën, edhe është gjë shumë e mirë të shkojnë gjithë. Të shkojnë shumë edhe këto, të shkojnë shumë Eda. Dhe që të jesh komode. Kjo është më e rëndësishmja. Nuk ka rëndësi se sa syza ka në koleksion. Dua të shoh. Ja, më shikon qartë? Po, patjetër. Dhe dua që mos të më rëndon që kur ti heq për shkak të jem e lodhur. Këto janë, gjitha këto janë plastike, janë më komode, janë më praktike, më të rehatshme. Kuptoj se mund të flisnim për syzet tuaja dhe koleksionin e pasur pafund. Kjo ishte koha që kishim në dispozicion për të folur për koleksionin e syzeve sot. Ju falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi. Po, do të vijojmë të provojmë syzet edhe gjatë hapësirës publicitare, do të rikthehemi në pjesën tjetër me një tjetër të ftuar me një tjetër temë. Po bien.